Vetëm gjatë vitit 2024, afro 9.31% e brutoproduktit vendor është realizuar përmes prokurimit publik. Numri i kontratave të nënshkruara gjatë vitit 2024 është parapërsisht 10.012, ku vlera e tyre e kap 941.7 milion euro. Për herë të parë bëj publike sot këto për arsye se jemi në përfundim të draft raportit vjetor të vitit 2024. Duke u bazuar në këtë draft raport dhe përgjegjësitë tona ligjore, unë do ta bëj një përmbledhje të shkurtër të performancës së KRPP-s në vitin 2024. Kështu duke i renditur sipas strukturës organizative dhe departamenteve të institucionit. Po filloj me rregullat. Gjatë vitit 2024, Departamenti i Rregullave së bashku me aktorë tjerë të rëndësishëm në fushën e prokurimit publik ka përditësuar akte dytësore, të cilat i ka publikuar në të 3 gjuhët zyrtare të pjesa e legjislacionit sekondar në faqen zyrtare të KRPP-s. Aktet zyrtare të përditësuara kryesisht janë plotësim ndryshimi e rregullores në prokurim publik, plotësim ndryshimi i udhëzuesit në prokurim publik, janë diku 4 formular standard të përditësuar dhe janë 2 deklarata dhe marrëveshje të hartuara në mënyrë që të adresohen sfidat dhe problemet që janë evidentuar gjatë zbatimit të rregullave aktuale dhe përmirësimin e menaxhimit të aktiviteteve të prokurimit që ndihmojnë në përmirësimin e efikasitetit në procesin e prokurimeve publike. Ministria e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit, sektori i bujqësisë do të thotë më shumë se 80% buxhetin e shpenzon në granta dhe subvencione. Edhe përfituesi i jon do të thotë është në kuptimin publik, farmeri ose agripërpunuesi, mirë po është individual. Ka ndonjë rast shumë të rrallë ku mund të jetë ndonjë kooperativë ose disa entitete tjera që mund me qenë, mirë po është me përqindje të vogël. Ne, kur kemi fillu, do të thotë fillimet e tona në zbatimin e programit zhvillimit rural që thrasëm grantet dhe subvencionet, do shta më nal pak me bani dallim se shumë shpesh shoh që ka përzimet koncepteve granta dhe subvencione. Do të thotë subvencionet janë përfitime të secilit farmer për prodhimin që ai e bën. Edhe Bashkimi Evropian, sipas politika përbashkëta bujqësore, e thret zakonisht do të thotë kontribut në të hyrat të farmerit. Ndërsa programi i zhvillimit rural është pothuaj është investim faktikisht krejt edhe i ngjan pak a shumë i ngjan prokurimet. Do të thotë për arsye se zhvillohen procedura dhe ka konkurrencë, do të thotë konkurrencë në projektet më të mira. Ndërsa në të subvencionet secili që merret me një prodhimtari, varet se çfarë përcaktohen do të thotë prodhimtaria, anë hektar, anë kilograma, është do të thotë është kontributi që shteti i jep, zakonisht për shkak se sektori i bujqësisë atakohet shumë prej ndryshimeve klimatike dhe shumë shpesh farmerët nuk mund të gjenerojnë as të hyrat e veta, për këtë arsye do të thotë ky thirrët kontribut në të hyrat për secilin farmer. Do të thotë na si sektor, do të thotë në 80% do të thotë buxheti është i ndan për çdo dy kategori. Këto politikat e granteve dhe subvencioneve ne i kena adaptu nga politikat e përbashkëta bujqësore, nga Bashkimi Evropian, për arsye se nuk ka modele tjera, na s'kena pas modele përpara, edhe të pa, domethënë të e ditë realitetin që na patjetër në një ditë do të jemi edhe synojmë që të jemi antar, do të thotë edhe kemi fillu qysh në vitin 2007-2013 nga dal me do të thotë me ju parafrua dhe me zbatu procedurat do të thotë që i aplikojnë Bashkimi Evropian. Shumë ma shumë në programin e zhvillimit rural, për arsye se fondet e IPA-s kontribuojnë me një shumë të madhe të granteve në program zhvillimit rural. Tani, nëse analizojmë pra pjesën e buxhetimit për këtë sektor, dallojmë që veç mas në 2-3 vitet e fundit, buxheti për sektorin e bujqësisë është rritur ndjeshëm. Do më thonë nga dikun 47 milion euro që i kem pas për kategorinë e subvencioneve dhe granteve,
në vitin 2019, tani kjo shifër ka rritë në 74 milion euro në vitin 2025, që është një rritje prej 57% e buxhetit. Tani, normalisht që rritja e buxhetit në mënyrë kaq të hovshme ka me rritë edhe interesimin e njerëzve drejt këtij sektori. Po thëmë interesimin se pastaj një pyetje tjetër është a ka me rritë edhe angazhimin, që i vjen pastaj prodhimin, rendimentin, rritjen e sipërfaqeve të mbjellura ose jo. Dhe normalisht një pyetje që tash nxitet është ku po rritet kaq shumë financimi, me drejt bëhet një pyetje se a po rritet proporcionalisht ose afër aty dikun edhe kthimin investim nga këto mjete. Dhe këtu besoj që pak përgjigja nuk është aq pozitive, sa që kishim dashur që të jetë.